Lorent, përshëndetje. Përshëndetje Besmet. Fillimisht urime për lëvizjen e re, edhe pse vendosi pikërisht tek skuadra Ahmetspori. Faleminderit shumë. Projekti i klubit është dihet Superliga, është plan të parë, është favoriti kryesor për një kuadër Superligë. Lojtar të hatashëm në ekip dhe është një klub me buxhet për këtë ligë, është me buxhet jashtë normalës, domethënë gjitha këto t'japin atë sigurën që klubi ka vetëm mendje vetëm Superligën. Ke pasur oferta edhe nga ekipet e Superligës apo vetëm nuk e dashur të lëvizësh? Ke dashur të qëndrosh tek liga e parë, të shkosh tek Ahmetspor? Po treguam shumë sinqert, kom pas 2 oferta nga Superliga, edhe kom pas 2 oferta tjera nga kjo ligë. Arsyeja pse e të zgjidha Ahmetsporin tregova është një klub i madh, po shumë tifozë. Përtohet nga shumë njerëz, edhe e kam menduar që më mirë i pari me luftu për titullin kampion për Superligë. Këtë ligë se sa me qenë me një ekip diku mes tabela apo më poshtë, edhe mos me pas objektiva. Me qenë se i ke refuzuar të 2 klubet e Superligës, apo na bën pak me dije cilat kanë qenë, me qenë se tashmë vetëm se ke kontratë me skuadrën e Ahmetsporit. Po menaxheri jam ka qenë në kontakt me Kashim Fashën edhe me Gençe Villik. Edhe te kjo liga tjetër ka qenë Bodrumi, shumë interesum. Ahmetspori edhe një ekip tjetër që i gderit. Duhet të ndalim tek skuadra e Ahmetsporit. Një fotografi, në fakt, e cila nuk ka të bëjë lidhje me pjesën e futbollit, ka qenë personale, pra me fotografi e cila ka qenë me familjen tënde, por që komentet kanë qenë dëvërshuara nga tifoz të shumë të Ahmetsporit. Qysh erë ty direkt kjo, sepse e dim që ke qenë në pritje për të kaluar të kjo skuadër, por gjitha ato komente, ato bloku Instagrami. Po bloku, me të vërtetë bloku. Ne kena qenë kontakte me presidentin e klubit edhe jemi mundu që ta mojmë sa më sekret derisa të mirën vesh klub me klub. Po për një moment ka dalë lojme edhe domethënë që nga një moment tifoz nuk janë dalë me komente, me mesazhe. Pritja ndaj meje ka qenë fantastike. Çka bëre realisht, sepse gjitha ato komente, gjitha ato mesazhe, gjitha ato shkrime në fakt nëpër media turke, gjë që realisht shohim çdo herë edhe për futbollistë e tjerë, por për futbollistë shqiptar, gjitha ato shkrime që kemi parë edhe nga gazetarë të shumë të sportit kanë qenë të shumta. Ishe në një farë lloj vije, apo qëndron tek Bollospori, apo kalon tek Ahmetspori, apo cilat janë ato trejat e fundit, këto kanë qenë shkrimet e fundit, apo shkrimet e shpeshta të bëra nga media turke? Po ka pas shkrime shumë ka pas lojme se apo kalon te Ahmetspori, apo po qëndron sa do e shumë e transferit, apo po ikte ndonjë klub tjetër. Ka pas shkrime pa fund, po përderisa unë kom qenë në kontakt me klubin, gjithçka ka qenë duke ecë mirë bisedimet tona. Domethënë ato shkrimet nuk është se më kanë prish punë, se ka raste ku edhe prishin punë. Realisht e ki pas një sezon fantastik të Bollospor, me gola të shumë të shënuar, asiste, e madje jo vetëm gola thjesht, po që themin e as zhargonin e sportit perla, nga secila prej golave të shënuar. Që ke ndje veten sa ke qëndruar tek skuadra e Bollosporit, edhe ka qenë njëna prej arsye largimi e shkaku i raportimeve që janë bërë me pjesën e pagesave? Se ndrejzem jam ndje shumë mirë që nga fillimi i sezonit kanë filluar shumë fuqishëm, me vetë besim, edhe për shkak që trajneri që ishte në Bollospor ma dha shritën e kapitenit, ishte përgjegjësi më shumë për me 200% për klubin, kurse sa i përket raportimeve për problemet financiare nuk ka qenë arsye ajo që janë larguar, nga se për këto çështje kur ka vonesa, kur ka probleme financiare, gjithmonë ka zgjidhje ku ne lojtar drejtohemi edhe në fund zgjidhet çështja. Po ka qenë momenti i dur pas asaj formës mirë që ta marr një klub tjetër, edhe pse kam qenë në 6 muajt e fundit kontratës,
Me ligjet e FIFA-s ki drejt me në shkryt pala kontrot, po Ahmetspori ka qenë i gatshëm që me njerë ta pagu klauzorin edhe bëjmë bitolli të tyrë. Tek Ahmetspor ki zhvillu një ndeshje tashme, na trego pak a shumë si të duk loja me ekipin, ndërrimi i strategjisë, sepse ka ndryshim të lojës nga ekipi Boluspor, e pritja e tifozëve të shumt në stadium ku është bërë madje buj në rrjetet sociale që kemi parë me batanije tifozët duke që nga ofër me po këtë ndeshje. Po të them drejtën, koha është ftoft, po përkroja në klubit është shumë e madhe. Tifoz ka pas shumë më afër 20 që sikur s'ka qenë mbron. Normal që unë vetëm 3-4 vite kam bo me ekipin edhe u futa në pjesën e dytë, 20 minuta, 22 minuta. Atmosfera ishte jashtëzakonshme. Normal që po ndryshime treneri për trenerit, klubit, po besoj se do adaptohem shumë shpejt. Jam këtu që t'i ndihmoj ekipës për Super League, po edhe ekipa do më ndihmoj mua. Atë rastis mund të akume ndonjë tifoz jashtë atë qytetit të Ahmetsporit për të qenë edhe për të pritja se ka qenë realisht për ty. Pritja ka qenë jashtëzakonisht e mirë, domthonë këto në qytet i njohin lejtarët edhe nuk ka mundësi me dalë një herë, pa të dalë dikush për fotografi ose të folë diçka. Domthonë mas lejtarëve jam të flakt, mas trupit jam të flakt, po ajo që kam ka bo për shmivje të madhe, është që lejtarët i respektojnë maksimum. Çdo vend, çdo restoran, apo në qytet, respekti ndaj lejtarëve është maksimum. Në një ligë tillë ke shënuar shumë gola, përse është ekip plot 14 gola vetëm brenda ligës, plus duke shtuar edhe asistimet. Çka pret Ferent Hasani tek skuadra me Sporit? Pret ta vazhdoj këtë të rrit mirë si tek Boluspor? Pa dyshim që po, objektivi im është të vazhdoj me ritmin e njëjtë, me gola, edhe ajo që kam ndryshon është se jam me një ekip ku objektivi është i qartë, dihet çka është objektivi, do luftojmë deri në fund që ta arrijmë. Besoj se po arritëm do jetë festë e madhe këtu. A do të shtohet presionit e Hasani më shumë apo do të jetë me i pakët? Jo, presioni nuk do të shtohet, do menaxhoj shumë mirë. Mendoj se kur ke presion futboll është privilegj, do të me ditë menaxhu. Tifozët klubi normal që presin gola, po besoj edhe shpresoj që do vazhdojnë atë forcë. Du me të pyet pret ftesë nga kombëtarja e Kosovës pas këtyre paraqitjeve të mira, sidomos edhe këtij ndryshimi pozitiv tek ti nga një klub në një klub tjetër. Nuk e di, them drejtë nuk e di, është çështje stafit, trenerëve që dohen te kombëtarja. Ata e vendosin listën, e vendosin për të mentorin për shërbim. Me qenë se imi të kombëtarja, si e ke parë kombëtarin vitin 2025? Për ty, duke ditë edhe pavarësisht që nuk e qenë brenda saj. Ka pas rezultate mjaft të mira, shumë pozitive. Kombëtara ndodhet shumë afër botrorit, mbetër edhe 2 ndeshje. Normalisht jemi është afër kombëtarja, shpresoj i uroj çuna gjithë mirat edhe suksese, inshallah për arrijmë objektivin. Pavarësisht që njëna prej ndeshjeve e cila mund të jetë finale, në rast se kalon Kosova dhe Turqia, do të zhvillohet në Prishtinë. Ka pasur pyetje ngacmuese në rast se këto dy ekipe kombëtare do të përballen. Edhe nesër dëgjova, a ka pasur nga dikush pyetje nga gazetarë apo edhe tifozë që të kanë ngacmuar në lidhje në rast se Turqia dhe Kosova do të përballen në finale të play-offit? Cila ka qenë edhe përgjigjja jote? Mas shortit, mas që ka ndodhur shorti, ka pasur reagjime, edhe them drejtën e din se Kosova ka shkuar të rrezikshme me cilësi të lartë, janë të vetëdijshëm. Por mendoj se edhe Turqia dhe Kosova hapin e parë kanë me kundërshtar të tjerë që duhet ta kalojnë, pastaj po nëse do jetë ndeshje Turqi-Kosovë-Turqi, mendoj se do jetë ndeshje e vështirë për të dyja kombëtarët, nga se edhe Turqia ka kombëtarë të jashtëzakonshëm. Florent, diçka të fundit nëse ke. Unë shpresoj që të vazhdojmë me formën e mirë, siç ka shtu deri tash, besoj që edhe ta këtutje të vazhdoj,
Jam shumë i lumtur që kam marrë me një klub shumë të organizuar, me shumë tifozë mbrapa, edhe me një klub që e don Superligën me çdo kusht. Është derë që ka arrit në objektivin të luajë me këtë kemi Superligë.